Demokratike, i cili publikon pikërisht një video kur ka disa efektiv policie që sipas tij janë duke mbushur spitalin me policë. U pa live nga të gjithë, thot ai, se nuk pati asnjë akt sulmi apo dhunë ndaj policisë. Kështu vepron mafia jo shteti. Ndaj protestuesve dhe deputetëve të opozitës është urdhëruar dhe ushtruar dhunë dhe terror nga organizata kriminale përbërë nga Skënder Hitaj, Sokol Bishga, Elton Alushi, Dashamir Bendo, thot ai, teksa publikon pikërisht të video, cilën unë do ndalem tani dhe do t'i referohem. Në video duket që po çohen policë në këto momente, pra ta sqarojmë pak këtë moment, për të ndërtuar narrativën që ka efektiv policie të lënduar. Policët po çohen në këto momente, ja ku e shihni, ju mund të shihni madje edhe gjendjen e tyre shëndetësore. Duket qartë pra për skenarin që ka pasur policë të lënduar, por ndërkohë edhe në pamje duket qartë që nuk ka lëndime, madje është dikush, ja ku e shihni, është një vajzë, një zonjush, e cila po e shoqëron, ja ku është, e shoqëron në radhë njëri pas tjetri për t'i futur në ambientet e spitalit dhe me nxitim, vetëm një saksim, kjo është e trauma, mos gaboj, te trauma, te spitali traumës. Është një rast në fakt, duhet thënë, i pa precedent, fakti se si pas ushtrimit të dhunës, unë referova pak çaste më parë dhe termin që kishte përdorur ministri Brendshëm, pas ushtrimit të dhunës krijohet, pra ndërtohet ky lloj skenari për policë të lënduar. Ndërkohë që sipas informacioneve që ne kemi marrë, se do të ndalem edhe tek zoti Blendi Himçi, nuk ka patur asnjë efektiv të lënduar, por efektiv policie janë çuar më pas për ndërtuar këtë skenar. Ndalemi sërish ne pas pak te kjo. Po ndikim pak çfarë po komunikohet me zotin Blendi Himçi. Zoti Nivi Kaso, po kështu.